në kuvend do të argumentohet vendimi që e tha Edi Rama para 2 ditësh, pra që nuk do të hiqet mandati, imuniteti zonjës Balluku. Shqiptarët e dëgjuan këtë vendim të mazhorancës, ka votat, si thatë ju, për ta rrëzuar kërkesën e SPAK-ut. Jashtë parlamentit do mblidhet opozita, do protestoj, që është në vazhdën e protestave që ka bërë së fundmi, por edhe kjo nuk përfaqëson ndonjë surprizë, si thuar, se nuk do ndryshojë asgjë. Ajo që pritet, surpriza mund të jetë nga ndërkombëtarët, nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që për fatin e keq të atyre që presin reagim, mundet të mos vijë, sepse ka çështje të tjera më madhore, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ndërsa Bashkimi Evropian duket... Por ne kemi një ambasadë e cila merret vetëm me gjithsesi, ka një të dërguar me punë që merret posaçërisht vetëm me çështjet e Shqipërisë. Nëse ka diçka për të reaguar... Ka bërë një reagim ambasada, sot, ka deklaruar që ndërhyrja sistemin e drejtësisë vë në rrezik marrëdhënien me shtetin tonë. Ka kushtuar marrëdhënien e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të qartë janë. Kur themi reagim, varet nga... Me raketa nuk do t'i gjujmë ta. Varet nga ashpërsia e reagimit, nga forma e reagimit, nga mënyra e reagimit, është tjetër gjë deklaratat publike të cilat shprehin mos pëlqimin e tyre për këtë gjest, dhe është tjetër gjë kushti që mund i vënë në rrugë të tjera kryeministrit e tjerë. Ndërsa Bashkimi Evropian sot